Albanian FM. Që më lejo të them që ta dish se kush më thot mua bon që s'po ta them. Kush është ky? Jozi? Jozi më thot Bonçi. Bonçi. Kush të thot mi? Laerti? Laerti, jo, Laerti. Apo ai që po flitet, gjoja je e lidhur jashtë. Kjo është e bukur shumë. Po, të pash te Shqipëria Live që the nuk jam. Po tani, domethënë vetëm të bëj një përsëritje tjetër, domethënë unë përshëndet të gjithë Shqipërinë edhe paktën edhe atë timin, nëse do ta kisha pasur diku në një cep të botës të Shqipërisë apo diku do ta kisha do e fusje në një mesazh tani kështu të kam ofruar. Po ç'është ky budallik, domethënë nuk habitem për faktin që ka ndodhur edhe sezonet e tjera në Big Brother VIP që shumë personazhe kanë hedhur balt mbi personazhe ndoshta për të marrë disa klikime më shumë ose për të bërë pjesë e disa diskutimeve, po është shumë e shëmtuar kur në 2 muaj, 3 muaj thua që ajo ka një lidhje jashtë, unë ja di emër mbi emër, e ka me video, ka me foto, po nxirre më ato video dhe ato foto nuk dalin kurrë. Po nxirre, po pse nuk e nxjerr më? Nuk do të bëj asgjë bona. Ma nxirr ta shoh, unë ta shohim gjithë ne dhe të bijem të qetë, se kuj dihet. Ndoshta mund të jem dhe unë, nuk i dihet. Sepse këtu i thoja edhe Gertës edhe Rozanës. Në momentin që thonin që ej, dëgjoj se unë di për ty. Ej, ke qindra kamera aty, ke mikrofonin në trup, ke mikrofona në përshpi, dil më i motër aty, jep një konferencë për shtyp dhe thuaj. Valbona Mhilli, 1, 2, 3, 4, po kush do ta prishi Terezin, moj motër? Unë e di ku kam ardhur, domethënë edhe unë e di çfarë kam bërë në këtë jetë, kështu që unë nuk i fshihem as një gjëje. Madje edhe Arbën e kam përmend që kam kaluar pushim. Hajde tani na tregoni për të pushim. Ku keni qenë me pushime ju të dy? Se ju byet aq parë, po e evituat. Ne nuk e kemi thënë asnjëherë. Po ja ku jemi. Le të jemi. Mos flamë shumë bona lë. Me kaq nuk duhen të dinë më shumë. Po mund të themi moshën. Ishim të rinj atë mos kokçarë. Okej. Ju falet. Sa ndryshe kemi qenë më Arbër. Pak dielli, pak alkooli. Nuk ishte biznesmen atëherë Arbri. Ishte shpirti i lirë dhe normal. Ti e kishe njëri të thjeshtë. Po, edhe ishte më njoja ashtu si çishta në tregu tani. Mira, ku i bëhen faktin. Shikoj me fantazia, dashka të vëndë. Po mund ta themi në jal. Po. Nice. Niko, ke gjë për të thënë? Edhe mund të themi se nuk kemi fjetur në hotel, po jashtë. Tash ishim të rinj, nomad dhe agresiv me. Wow. Sta më qenin këto gjërat konvencionale kështu. Keni fjetur në çadër. Tani, ndoshta edhe s'kemi pas çadër se s'kishim lekë. Po tani mbas edhe s'kemi fjetur fare. Edhe mundet. Për te shakave, Bona dhe Arbri janë miq prej vitesh apo ato mos e thuaj, pse për te shakave? Ku di gjeti? Po, pse ti fol? Vetë that mo, nëse gënjeni po gënjeni. Ne sot mbajmë një marrëdhënie shumë të mirë. Tani me që jemi të marrëdhënie të mira shoqërore. Sa shok e ke Jozin Valbona? Me që jemi të marrëdhënie. Sot me Jozin mbajmë marrëdhënie të shkëlqyera shoqërore. Edhe me Jozin, domethënë. Ashtu si me Arbrin dhe me Jozin vazhdoj të mbaj marrëdhënie shumë të mira. Jam shumë krenare për Jozin, me thënë të drejtën. Startin e kishte pak shumë të vështirë, se nuk e di se po ti i dhe një mundësi publiku të njihnin perlat e Jozit. Tamam perla. Kur iku na mori malli për Jozin. Pse? Edhe më shëftoni. Zotria juaj. Edhe mua më mori shumë malli për Jozin, edhe kur erdhi Jozi ju e patur, rash në qetësi domethënë. Për te shakave. Shumë e lumtur që u rikthye në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 edhe vendosi më në fund t'i linte më një anë një pjesë të trurit të vogël që se që merrte erë nga një herë. Hynte shejtani her pas here. Vinte shejtani aty, edhe shqyr që shejtani i Jozit nuk doli pa bërë dëme të mëdha, se jo vetëm i hyri Jozit, po i hyri Laertit, Rozanës, Gertës, të tërve me radhë. Pa. Na preku nga pak
të gjithëve. Tash çfarë i bëjmë Mjozit? E ka këtë. Ndikon Mjozi. Niko ka bërë shumë postime për ty, bona. Ke qenë, do me thënë ato datë sa ke qajtur ti për Jozin, nuk ka qajtur, nuk e di. Një mama që lind në ato momente. Mos fol për këtë pjesë. Të sfidoj të mos flasësh për këtë pjesë. Mendoj unë. Dëgjoj, as vetë nuk e kam kuptuar sa çfarë për Jozin. Por kam kuptuar diçka që unë atë shtëpi që në ditët e para kam qenë shumë e sulmuar. Edhe Jozi ishte vetmi shok dhe mik që kisha në atë shtëpi, edhe pse ne nuk kemi luajtur kur bashk, nuk kemi bërë kur aleancë bashk, nuk kemi bërë kur skema bashk, se si të godasim. Përveç njërës që goditës. Po kur bashkojmë unë dhe Jozi o bëjmë gol ose bëjmë fare. Edhe unë ndjeva shumë keq për dy arsye. Për faktin që i shkau nga dora situata në fakt, po. Nga dora situata, po donte të bënte një krahasim, po e kishte nuk donte të thoshte atë që i shkau goja, edhe unë ndjeva keq sepse gaboi rënd, edhe nga ana tjetër ishte fakti që po ikte Jozi, se unë Jozin e kisha shok. Edhe ishte i vetmi person që kisha brenda në shtëpi. Shpeshherë ai na ka treguar që ai kush? Jozi, që nuk jeni dhe kaq shok. Domethënë ka bërë ca pikë pyetje që ne pastaj ishim tani janë apo s'janë shok. Kanë qenë apo s'kanë qenë bashkë. Në të vërtetë të betojmë, nëse do rish të kontrollosh që të sugjeroj pak më vonë që të çlodhesh e kështu, do shikosh që shpeshherë ka treguar që nuk jeni miq, nuk nga fjalët që ka thënë, nga epitetet apo Joz misteri. Po ai ishte as shumë i lezetshëm sa edhe në shtëpi e linte këtë të kuptohesh. Edhe i thoja, "More, po pse nuk e vërtet këtë gjë?" Domethënë, pse nuk e thua? Po më tha, "Këta do merren me diçka", tha, kupton? Po, le të merren me këtë. Që doja lë këtë. More Jozi tha se më lodhe me këtë gjë, sepse muajin e parë unë bërtisja Ledion, po jo Ledion, unë e kam, është shoku im i ngushtë, po shoku i vëllezërve, ai tha, mbas 2 ditësh del në një video me Valbonin që thoshte, po vëllezërit si e kanë emrin? Jo, ta sqarojmë ndonjëherë. Ta sqarojmë ndonjëherë se ju nuk keni faj, se tani unë kam 2 vjet, për tek saj kam 2 vëllezër biologjik, fal Zotit, edhe 2 vëllezër jo biologjik. Tani Jozi është shoku i 2 vëllezërve të mi jo biologjik. Dhe Jozi nuk kishte nga ta dinte se si e kishte haruar, me thënë drejtën, sepse ai kishte folur edhe disa ditë përpara se të futesha në Big Brother. Ose ka bërë sikur. Po ai vdes ti bëj ti lër këto gjërat të keq kuptohen etj. Ai dhe mbasi bëri prengun me mua. Në momentin që sërish ja thoshte Gerta, po jo po bona, të pëlqen, jo po bona kështu. Ti kishe pëlqim dhe për Gertën? Ai për Gertën vdisja. Vdisja fare. Se dëgjuam dhe këtë që kishe një flirtim. Po. Gerta mbas ditës së 80 u zgjua, mbasi më kishte akuzuar nga mëngjesi deri në darkë se unë isha një vajzë e pamoralshme. Dinte jetën time, edhe unë e ftoja shpesh herë dhe atë të jepte një konferencë për shtyp për sa i përket jetës time private, personale e për gjërat e mia. Pa pritmas u zgjua një ditë, mbas 80 ditësh, dhe thashë Valbona tha pëlqen, ka flirtuar me mua, edhe pëlqen femrat. Ajo vdes për mua. Apo mos mua afro. Gerta. Policia ka vishë polici. Dhe i thash Gerta se ti je shumë e zgjuar, i zemër, i thash, edhe ti duhet ta ndash mendjen se mbas 80 ditësh që unë flirtoja me djemt të shtëpisë dhe isha sa me një krevat, një natë gdhiesha te njëri krevat, një natë te krevati tjetër, një natë te tjetri, tani ndaje mendjen.
Ku Kë jam? pëlqej unë? Unë kam përshtypjen që ajo ishte edhe nga kam përshtypjen që kishte nga qef që situatat më kishte pranë, më kishte kështu alat. Alat, edhe unë e kam menduar. Una, mi që jemi te kjo nuk u pjesa. bindas njerë. Domethënë ti ke treguar që ke qëndruar me njerëz ndoshta të cilët ke pasur debate shumë të forta, je pajtuar me njerëz që ke thënë që nuk do t'i falje kur, ju ke qëndruar pranë edhe pse mund të të kenë lënduar, pra i ke patur siç e thash fillim të gjitha ngjyrat. A mendon se do të ketë miqësi tuat me një pjesë të banorëve dhe me cilët pasi të mbaroj ky edicion? Po thuaj një emër me kë tani. Jo, mendon ti me cilët me mund të kesh ti një marrëdhënie edhe miqësore pasi ky edicion mbaroi. Tani unë jam shumë e lumtur se vetëm pak çaste para se të vija këtu, unë pata një komunikim me Xhibanin, isha shumë e shqetësuar për sa i përket gjendjes shëndetësore të babait. Fal Zotit ishte mirë, edhe Xhibani sapo hapi telefonin, ju mbushën syt me lot, po qante dhe filloi duke kërkuar falje, edhe pata një bisedë me Xhibanin sepse realisht isha e shqetësuar për sa i përket gjendjes shëndetësore të babait, ishte shëndoshë mirë, shumë e lumtur për këtë lajm. Dhe isha mirë që edhe Xhibani ishte mirë, domethënë edhe ne si emisione duam shumë Xhibanin, po sidomos Leje do më shumë se ne. Ja, e ke humbur një pjesë. Mos ndoshta ka rënë dashuri dhe me ty Lej. është e kundërta. E kundër saktë. Xhibani është Lej, ti ke rënë dashuri me Xhibanin. Kur Valbona është thjesht E pëlqente në fillim dashuri nuk mund ta themi, një por taktik do flirtoja në shtëpi me Big me Xhibanin. Shaka, kupton? Po mirë, ashtu më tha dhe mami mua, po të shpate moj, po të pakte më mirë ti ishe marrë me Xhibanin moj, Të drejtë kishte ose. Sa ai luftonte për ty, edhe pa të patur. Me thënë drejtën, ka luftuar shumë, më ka mbrojtur shumë, më vinte, më thoshte, të lutem, po të paktën më fol, paktën më ki shok, kupton? Dhe si ja ke varur? Edhe, jo, unë e pata shok, po pastaj se që U verbua. Se që u verbua Xhibani, nuk Ti moj ti, edhe ti. Jo, u verbua Xhibani u verbua, unë sapo kisha filluar duke u verbuar, po nuk u verbova do tamam, se po t'isha verbuar arbri e di se kur verbohet bona, mos e ditë para. Mirë, kemi edhe një publicitet, se do të vazhdojmë ne, bona.